nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Jeta në Kosovë. Jeni sonte me ne në edicionin special të serive ku ne I prezentojmë njerëzit që cilët në një mënyrë ose tjetër kanë arrit mja zbardh fytyrën Kosovës. T'ju përkujtojmë që deri tash në serinë e këtyre emisioneve kemi pasur njerëz nga fusha e sportit si Majlinda Kelmendi, njerëz nga fusha e bujqësisë e biznesit si Armen Malazogu dhe njerëz nga fusha e artit si Blerta Zeqiri. E sot kemi vendos me ja përkushtu emisionin njeriu që është dallu në fushën e teknologjisë. Emrin e ka Milot Shala. E ka fillu karrierën si teenager nga mahalla kasallarëve duke e çmontu kompjuterin e babës, e tash si 26 vjeçar ka arrit mu bo programer që e ka rekrutu Nokia, firma e famshme ndërkombëtare për me I programu telefonat e tyne. Se si ka mri prej videolojnave në shtëpi që ka lujt mas pari deri te rekrutimin në Nokia e kemi ftu me na tregu sonte. Mirë se ke ardhur Milat. Gjithashtu me mua këtu që I dëshiroj me se ardhje janë edhe kolegët e Milotit si dhe familjarët e tij. Më së rëndësishme me mua janë studentët e Qendrës së Rezurseve të Universitetit të Prishtinës, të cilët do t'i shtrojnë pyetje Milotit. Mirë se keni ardhur. Po fillojmë mas pari me atë se si ki fillu mas pari me u marrë me kompjutera. Atë kujtohet kur e ki po kompjuterin e parë edhe çfarë ndjenje të ka dhënë kjo Milat? Po pjesa e kësaj punoj si fëmijë në klasë parë. Atëherë para luftës kanë qenë shumë trend këto Terminatorat, videolojnat. S'pari herë domethënë babi e ka ble ata dhe mu që aty më kam pëlqy. Mas një kohë, mas që e bona një mosh, babi veç punojke për një kryqëtkuq ndërkombëtar, edhe kompjuterin e parë kështu taman e kum pa në punë të babi. Edhe aty një më ka pëlqy temase mënyra se qysh me disa mjete tjera, po mund është me vizatu, apo me bëhë diçka me një farë ekrani, një televizor që ti po e ki në kontrol. Sot je programer I dallu, mirë po mas pari kallëzona për atë se çfarë nxënësi ki qenë. Se qashtu kemi qef me janis, a ki qenë nxënës që ki pas kitë peshe, edhe ki mësu, edhe ki pas syzat matrosha se sot, ajo? Jo, përkundra ze, kom qenë shumë nxënës I keq. A po? Po. Sa I keq? Pej... Nisha. Kom pas shumë, nuk kom mësu. Gjatë shkollimit se ka qenë një pjesë ku kur kom qenë I vogël, nana, domethënë sikur si cilët fëmijë të parë, ma pat bleja betarën para se me shku në shkollë. Edhe unë kur kom fillu klasën e parë, shkollën e betarën e kom ditë për menë, se kom mësu në shpe. E qysh atëherë ki qenë nxënës I keq? Po pikrisht se ka hup interesimi jam, se mu nuk më kanë sfidu shkolla, se kur më shku atje, gjithçka më ka do e bajatshme në shkollë. Edhe që aty ka fillu ajo ramja edhe interesi I komplet shkollës, edhe në përgjithësi kështu jam rebelu gjithmonë, I kom bo senet unë që shkom dasht, që më ka thonë dikush tjetër. Sikur në programim tash, po ashtu edhe në fakultet, gjithmonë I kom bo senet unë vetë që shkom pas qejf. Mirë, në cilën mosh janë nisi me marrë nisha dhe kur... Pi klasës 5 të kom lëshu atër mas shumë ti, në shkollë fillore. Edhe qysh I zavensove, me çka është zavensojshë shkollën, nëse s'tinteresoj ke shkolla, çka t'interesoj ke? Tonë koni mundu me gjetë diçka tjetër që mu më pëlqen mas shumë ti. Po fillimisht kuptohet, masanejdo, më thomë, mas luftës, ku atëherë edhe bletim kompjuterin e parë në shpe, tonë konë që I thojmë na çka në kompjuterë, edhe të këshyrë gjana ndryshme edhe e prekupojsha veten që aty. Tonë konë edhe, që më dhënë e kishat ndjenjen që diçka tjetër është më e rëndësishme për mu se sa çka më thëshin këta në shkollë, çka mësojshim në shkollë. Këto gjana më sandeja. Po thu që a je rebelu qatë në shkollë sa më rremi nxënës tjerë se programirat ju snifëni se njerë që Jo, përkundër asaj. Nuk jam. Asnjëherë s'kam qenë shumë I urtë. Mirë, për sherë ki bon shpe sepse I kish montu kompjuterat, atë lishin? Në fillim, jo, rëndë se diqysh do ke shumë I vogël. Në bile bashkë ka qenë një farë rasti kur e mora një farë kompjuterit dhe isha mi andru një procesor që ja mora një shokot, edhe tash kom qenë qashtu 14 vjet, edhe mora një shtaf cigerin me qelë edhe na dhe kur s'kime mujtë asë një shtaf më mi janë gjitë. Të isha vishë unë kry temin, gjithmonë I kom bo ato sene. Shkoj kompjuteri, prish. Shkoj u qelë krejt, ja ndrova më një procesor se ja heka motherboardin me këqyra dhe në qysha tek.
e qita procesorin, ka një farë gelli që aty që me nxe pa ta gjetë dikun me mja marrë një shokut, me qitë në atë farë hitë sinkun, që mos mu djegë procesorin. Qysh gelli për flok, që është që gelli e të folë? Është një gell tjetër që len procesorin mos me uftof, që është mes ati ftofcit edhe që e man ata procesorin, edhe për mos me pëlsit, se për ndryshe pëlset edhe. E mëse e montova që ashtu në qatë formë, nëse një dy shrafa dollën... Tepër dollën edhe. Tepër. Si gjithë, edhe në sarë qëllë diqka, dhe mëse ne që ty dhezi kompjutera, ai momenti, apo dhezët të dhezë, boni mirë, kompjuteri ma i shpejt, lojnat bëjshin ma shpejt, që të edhin e pash që është diqka që mund është vetë me bo, në gjithmonë kom pas qef sendet me i bo vetë unë që shkom qef. Mirë, atë kujtot programi i parë që ki fillu me e maru, në fillim ka qenë çmontimi, mandej çka të ka provoku mas pari edhe nëse kishë mujtë me shpigu me një fjalë, çka ka qenë që të ka shti me programu, çka kishë me qenë ajo fjalë? Ja, e ka qenë videolojnat mas pari, se unë kom lujtë sikur krejt, kom lujtë shumë lojna. Njënën për kryesore që ka qenë atë kohë ka qenë Counter-Strike, që e kemi lujtë në Kosovë. Kujtohet Counter-Strike si loj, prej prindve, ka qenë një farë paragjykimi që fëmijët që luajnë Counter-Strike janë të hub kohë dhe janë të bo agresiv. A pajtohesh ti me çato komente? Bashkë për kundrazi, se si Counter-Strike, si kur lojna tjera, kompjuterike, unë edhe sot edhe asaj dite, unë hala luj lojna kështu vikendeve, lojnat për kundrazi e zhvillojnë kreativitetin e një personit, po edhe vendimarrjen e shpejt edhe plot ndihmojnë në shumë aspekte njëjtë. Je kam thënë që s'është humbje kohe, kur i shohim tri të luajt videolojna. Përkundrazi, edhe Nokia i menaxheri unë që e kom pas, ai ka luajt lojna gati çdo vikend, se edhe në çdo kompani jashtë i urdhënon menaxhera që për me menaxhu më mirë se ti kur jemi në një situatë në lojë, për shembull e lum për të parën herë, nuk e din çysh mu zgjidh. Aty për aty ti e krijon atë zgjidhjen e rrugës apo çka do që me mujtë me kry qatë stazë me një lojë apo me një situatë caktume. Prej lojnave, qysh është momenti që vjen prej lojnave në programim? Se shumë njerëz një që luajnë lojna, shumë pak njerëz që prej lujtjes lojnave marrojnë të punu për Nokia, për shembull. Kallëzoma qatë këcim që e ki bo. Video lojnat janë sport i ri, domethënë tash, sikur futbolli, basketbolli, tash lojnat kanë kalu në nivel sportiv. Edhe një person që e fiton... A ka gara si për shah? Po? Si për shah, ka dhe gara për lojnë. Bile Bash është një ekip i një lojës si Dota 2, është një ekip i Kosovës, që ka marrë pjesë në Paris dhe ka fitu medalje, ka fitu pare, për afërsisht, nuk e di savish, çmime të shkojnë deri në 10.000 euro personi. Që për këto s'kemi një, është ekip kosovar? Kosovar, po çka është edhe një sen tjetër, se tash qysh përfundojnë njerëzit prapë në programim, se nëse lun dikush lojna të vazhdueshme dhe ai shkon në çdo gara apo diçka dhe mundet më punsu për një korporatës të madhe si Sony, mundet më punsu si tester i lojnave. Pi aty ai ka qasje me programera aty, fillon me mësu programim edhe aty mundet më avancu. Kjo është njëna rrugë. Unë rrugën që e kom pas, në Koreshtja ka qenë të luajt Counter-Strike, kemi pas dhe farikona që i qitshim. Në për mur aty dhe me identifiku ekipin. Unë e kom pas një pingvin që shumë më pëlqej, po në atë kohë lidhje s'kom pas ka qenë ai puna pingvinit. Për sa vjeçar jetu folë ke qenë këtë kohë? 15, 14-15. Edhe? Puna e pingvinit se di, po një shok ma ndihma pat për men, që kjo është një sistem operativ edhe ai në atë kohë po më thotë për hakera është Linux edhe fillova anë dhe mu interesu, se tash edhe në atë kohë më ishin hakera, edhe me këshyrë me bu keq, më thojza, po e thamë. Edhe e moron me instalu. Pa hakerat edhe bojnë keq ka herë? Jo bashkë. E kam teorin tjetër për këta. Kisha pas qef me një për qatë teori, po vazhdoj e punën e Linuxit edhe Pinguinit. Edhe mirë, unë e shkova ati shokut ja mora CD-at e Linuxit, ka punu në RTK në atë kohë si sistem administrator, edhe mas pari për pës babin, thash edhe na, bën me instalu edhe në Linuxin, e mira e babit e më është që kusht ma ka prish, as mu as njonit për fëmijëve me thonë jo më se bë këto. Kompjuter babës, a? Po, në kompjuter babës. Vesh më pa thonë kalzom ku me qel internetin. Shumë po më intereson kur erdha, a di ki baba shkolla Linuxi? A di ti ma shumë se baba? Realisht në qatë kohë, edhe pse babi tonë kohën ka qenë edhe për pjesën babën e ki inxhinier gjithashtu? Po, inxhinier është edhe babi. Në atë kohë s'ka ditë bashkë për Linux, edhe në mënyrë specifike, po ka ditë shumë a shumë për kompjutera se one. Edhe mire, instalova Linuxin me
Mund, se atëherë ka qenë kit command line, ka qenë kozej. Çka është Linuxi për neve që smirem vesh? Linuxi është një sistem operativ i cili zhvillohet prej një komuniteti të madh. Domethënë edhe njerëz pi Kosovës mundin me zhvillu kod për çat sistemin operativ. Tash ai sistemi operativ ka plot komponente, edhe është 100% me kod të lirë dhe të hapur. Domethënë njerëzit e marrin ata pa pare. Edhe mundën me kontribu. Çka mundesh me bo me atë Çka mundesh me bo me Windows edhe me sisteme operative. Edhe me Word, edhe me Word edhe kit, Qas. domethënë ki aplikacione që i kanë ndërtu, që i kanë emitu Wordin edhe programe tjera. Domethënë, po tim shumë kjo që kam ka shtimu në programim, mase që kom instalu Linuxin, e kom kuptu që të botën e qësoj filozofisë open source. Çka është filozofia open source apo shqipi bjen burim i hapun? Burim, po, është Definoma çka është kjo? është thjesht kur e merr ti të japi një analogji thjesht. Për shembull është sikur kur të merr ti një picë apo një omlet me hangër. Tash zakonisht kompani tjera mshefin atë receptin se çu ka arrit me marru omletin apo një birë apo një pije tjetër. Në open source ty kur të merr ti me hangër atë omlet, të jep edhe receptin me atë që ti mundesh mandej me modifiku atë recept dhe me ndërtu një aplikacion tjetër tu bazu në atë recept, ose ti me marru një recept pi fillimit, ku tjetri mandej e merr e modifikon e bën më të mirë, më të mirë. Shumë interesant veç, pse e kanë bërë këto? As ja u hu biznisin atyne Jo, kjo me ta kallëzu ty receptin? filozofia e kësaj lëvizje, se kjo është lëvizje open source, është që programet, njerëzit që i shfrytëzojnë duhet me konë edhe është sikur liria e shprehunit. Nëse unë kom ndërtu një program, unë kam nevojë me qitat nëse du, po me qitat program edhe komuniteti me zhvillu. Në këtë rastin edhe Nokia shumë ka zhvillu në open source dhe ka përfitu prej komunitetit. Mirë, edhe kur e zbulove këtë filozofi që me kuptu qysh marrohen programet, çka është programi i parë që hine me marru për vete? Jo, ne fillova me modifiku njerë programet. Se në lidhje unë e qelësha kodin sen s'merr shavesh. Qysh e mësove kodin? Pikërisht që kjo është e mira e open source që mund është për shembull ki dokumentim të lirë në internet, hen pa pare ki me mësu, edhe mëson programim. Që aty ka pak, veç dush me pas durim, edhe unë që aty fillova çka dush me ditë për me i lexu çato kode mas pari? Dush me lexu libër mas pari. Se cili rresht i kodit apo se cila komandë, se ato janë komanda që jepën. Mirë, si 15-16 vjeçar, cilat libra fillove me i lexu? Fillova njerë me do tutoriala, si ma thjesht, edhe se ende shumë thjesht, qysh me e bo, qysh me shkru një tekst. Tutorialin apo mësimin e mershe në internet? How to, edhe jepshe që ka po duhen e me bo. Edhe, për shembull, gjuhën programuse, cena, atë ko, qysh me e bo që ata. Edhe fillova që shtu të i modifiku disa programe, fillova me bo programi i parë ka pas qenë me bo një farë aplikacionit vogël, kështu në text mode ka qenë, me downloadu atë Linux kernelin e fundit, me ma instalu, me ma kompajlu, me ma ndreq, me pas në gjithmonë të fundit edhe në tim. Më ka pas ma bile, mas një kohët, më thonë edhe në shkollë të mesme, të në kom ka marrë kohë që aja, edhe të në kom një preokupu me qatë program. A ka qenë shumë i thjeshtë edhe i pa nevojshëm në një farë forme, po unë e një shaknaci me zhvillu që ata. Edhe kom pas të zhvillu që ata, shumë thjeshtë dhe vish vetë e kom përdorë. Ka plot programe që i kom zhvillu dhe vish unë i përdori, si kom lansu asë një herë. Për shembull, për këtë nga disa? Njoni ka qenë në atë kohën e studimeve, tash unë nuk kom pas telefon, heq. Do të thonë, nuk mbajsh asë më shyshin njerëve. Cilin vit je të folë që s'ki pas telefon? Jem të folë për vitin 2007. 2007 s'ki pas telefon? Po, heq s'kom pas, s'majsh asë kom qenë student, edhe tash e programeri i amon vetit? Nuk ka dertë. S'ka dertë? Më nuk kom qenë programeri telefonave në atë kohë, po atëherë me grunë tash ishim të kalu, edhe unë zakonisht ja mersha cimerave telefonin kur kish me arë në fundjavë, në Tetov kom studiu, e kur kish me arë në fundjavë ja mersha cimerave telefonin edhe lejshatin për alarm. Po tash një vikend shkun ki cimerat në për shtëpi, edhe unë me ta qysh mu qut nesër më në mëngjes herët, me dalë me marë, dhe qka me bo thash punin, program herë dhe e mora zhvillova një alarm. Adin, në kompjuter, e zgedhëshe për shambull një kong, për kompjuterit, e kur dhe thëshe orën, i të isha aplika, edhe lejshë që aty, dhe kur bëjke për shambull ora 9, fillë i ka e konga, normal kong kanë qenë asi
mi t'i qitë vesh, zonin në fond, edhe që ashtu pata qupi gjumit. Se ky programin, një për programet që ki bo është për dashni, me qupi gjumit. Me qupi gjumit. Edhe ky s'është më the që ki bo programet pa nevojshme, që ky s'është fort i pa nevojshëm. I pa nevojshëm ndoshta për tjerët. Shku probleme mos me mbas mri me ko. Po. Kjo që në isam pëse më ndër dhe e këpa lidhje. Edhe po folë për studimet. Mas pari tregona kalove për shkollës mesme në studime. Dikun për klasës 5 janë se më bo në Gelsan, e kuptum. Shkove në shkollët mesme diqysh si me qykë zorit. Qëfar rezultati ki pas shkollët mesme? Shkollët mesme realisht 2 vitet e fundit e kom pas në një farforme me provime klasore, të lirë. S'ki shku as? Nuk kom shku, përveç në provime në fund. Qëfar shembul je ti që përna kalëzën që mës me shku në shkollë bosh i menë që me të marim kompanit e huja? A je që asi shembuli? Nuk është puna, për tash në pedim që arsimi në Kosovë nuk është edhe bashkë në nivel që shduhet. E pëse jo mirë, e qësh vendosi mës me shku në shkollë? Kom pas pasion për diçka tjetër. Qështë e kaleshe kohën? Kalzon dita jote nëse shkresh në shkollë? Në qatë kohën që s'kom shku në shkollë, kom pas punu në një ISP. Këtu ka qenë komtim. Shka është ISP? është Internet Service Provider, si kur IPCO që marim Provider internetit. Ka qenë atëherë komtim në atë kohë. Edhe punojsh aty. 16 vjeqar. Qashtu që kom qenë, 16-17 që atë kohë. Nuk shkresha në shkollë, shkresha në punë, se që aty e arrisha ato që ka unë e dësha, aty programojsha, aty u mersha me ato Linux serverat. Programer me 16 vjetë mu ishë më bo? Mund është më bo dhe ka programera Alama 3, me 14 vjetë ka njerëzit që punojnë në për Google dhe në për kompani tjera, dhe më thënë jashtë. Edhe nuk ka në fare edukimi formal. A është, dhe më thënë, s'ka në edukim formal dhe është normale për një programer që është teenager, 14-18 vjeqar, mos me shku në shkollë? Po. Definitivisht se mënej, tash kur shkon në një kompani gjigante, po flas sikur Google në këtë rast, atëherë ata merren as me edukime formale të atij personit, ata mandej e marrin mbrana e kultivojnë ato. Po më rëndësi është me tregu interesin për çat punë dhe më marr vazhdimisht me pas pasion. Si programimi nuk është diçka që e merr dhe bën edhe e lën sikur në një profesion tjetër. Mirë, t'ja japim porosin fëmijëve që duhet me shku në shkollë, pa marrë parasysh që këti ka ecë, s'ka shku në shkollë, i ka ecë edhe pa shku, megjithatë shkolla është e rëndësishme. Është shumë është e rëndësishme. Po, interesant po m'duket. Edhe provimet klasore në shkollë të mesme të... Po, teknikës, 28 nëntori. I kom pas zonë që ashtu provimet. Pe aty të mandej prej shkollës mesme... A kalove? Po. Mësove diqka? Po. Që ka qenë ajo e mira është që unë edhe para se du më thonë shkollë, se tash në programim dhynë matematika, është e pashmangshme. Po që atë mangësin e shkollës që unë e kom pas, edhe në atë kohë unë kur kom qenë në shkollë, matematika nuk është spjegu edhe qaq nivel se nuk e di arsyet. Pse? Po si do qoftë nuk e kom marat. Ka dalë diqka, s'më me bu një aplikacion që ti mësën, ti downloadon kretë mësimet, në menje edhe... E kom menua dhe atë sen, dhe isha një USB me shtidhin që to dhe mi downloadu PDF-at, po problem një herë është. Një herë, edhe pak. Edhe pak. Qaj, dhe më dhënë ka qenë atë pjesën e matematikës kom provu në vetë. E që shumë sot, më falve, që shumë sot matematika, për më bëjë programer dush me ditë matematikë, që shumë mësot matematika vetë, që shumë jep detyra veti, që shumë ushtram vetin. Një përgjigje, kam YouTube. Në ditë sotit, gjithë shka në YouTube unë është me mësot. Edhe matematika? Edhe matematikë. Ki spjegime të aman e qëtë fletën për para, edhe për shambull, për qëfar dush matematikë, unë po flasë për analizë numerike, kësi gjana, po e qëtë fletën edhe i zgjidhaj problemet, mas e ki probleme online sot dush. Mirë bre, unë e kom kry shkollën Gjevdedot, ku është, fale di që përvoja, ku është shkollë për matematikë, mos me na pas shtime i bo detyrat e shpis, me qef, me shku në shpe, me bo me qef detyrat matematikës, qase njeri këtë qenë teja? Që me qef ki bo detyrat matematikës? Deri shtu ku kom arrit me qef, kom arrit pëse kom dash me arrit, e kom pas si të sak. Edhe vetit i ki qitë detyra në shpe? Vetit, unë jam shumë i disiplinum këto aspekte, dhe kur të kom një detyrë, unë e kryja s'ka heq, nuk ka zgjidhje dytë. Edhe gjithmonë i kom qitë vetit, ca që në përgjësi, edhe në programim, se programimi e ka një matematikë të veçantë vetëm. Për shembull është ma shumë matematikë diskrete, që është shumë e kapshme për krejt tjerët, po kuptohet, kur him në zhvillim të lojnave, është një matematikë, fillon analizë numerike të vyjnë, apo diçka tjetër, po çdo sen që ka mund vyjke, çdo komponentu, në hesha mësojsha në YouTube, apo me nëj liber tjetër online,
se fatmirësisht kjo është e mirë për neve që nuk kemi kësi ligjet piraterisë në Kosovë, se të kishë qenë jashtë atëherë dash me pagu 1 dreqe gjys për me pas qasje në ato libra, po këtu të na është e mirë kjo për neve, se për që ta na jemi ku jemi sot. A e din që kena ligj që tash që du të murujt? Kena ligj të piraterisë tash? Ja, nuk e di. Se dina? Ja. A fë ki qepi dit? Ja. Jo. Mirë është. Në qëfar, mandej qysh vendose qka me studiu dhe ku shkove? Për me studiu kur kom fillu, do me thonë, me programim o marë, realisht kom qenë që atër ka viti 2, unë veç e kom pas atë vizionin tem, që po kom qef diçka që merret me kompjutera, masa ndej, kom hi pak në për universitete me këqyra, kom pa qka është computer science, pavarësisht kam mësuar domethënë shkencat kompjuterike, edhe që ato e kom pas atë cakun ku e kom ditë sakt ku po du me shku. Veç që du duf keme zgjedh ku. Domethënë se mas edhe ku vendose me studiu? Në Tetov. Domethënë aty vendosa se aty mu dok programi shumë më i mirë krahase me universitetet në atë kohë. Po flas vitin 2005. Edhe a mundsh me thonë që universiteti mandej ka bo programer? Çka të ka bo? Atë ka mjaftu sa i kënaqur me çata që i ki marrë për universitetit? Një sen që kisha pas qef me qartësuar që universiteti nuk do bën programeras, nuk do bën kur gjë. Universiteti veç ta jep një rrugë, realisht jep disa rrugë, se në shkenca kompjuterike kemi pas diapazonin shumë gjatë. Deri te multimedia, domethënë më marr me edhe njerëzit kanë pas në shkenca kompjuterike që janë marrë me xhirime, me kamera, me kësi gjëra. Domethënë ta jep një diapazon edhe ti mandej zgjedh rrugën ku po shkon. Domethënë mësimi më i madh për krejt bëhet mase që të kryen fakultetin. Po flas për bachelors. Se mandej për çfarë arsye është kjo rruga akademike në masters përfidizohet. E çka zgjedhë ti? Programimin. Nëse që ata gjithmonë e kom pas ëndër, domethënë kom pas qef unë vetë me ndërtu diçka, unë vetë më jap komanda kompjuterit me bëu diçka unë që du. Mund që ka qenë. Në këtë moment se me çka saksisht, me çfarë teknologjie dhe programimi punon sot Miloti, kisha dasht me pa në një reportazh që ilustron këtë teknologji dhe mandej vazhdojmë të folim për pjesën e karrierës profesionale prej studimeve e tutje. Ta ndjekim reportazhin. Ideja e teknologjisë është me mja bo njerëzve jetën më të lehtë. NFC është një teknologji tash e re e fundit, që thirret në gjuhën angleze është Near Field Communication, po në gjuhën shqipe i bjen komunikimi që reagon në distanca shumë të shkurta, muj me thonë bukfalisht, ku tash me një smartphone, përmes një NFC teknologjisë, mundën mu bu shumë gjana rreth neve, mundën mu nal dritat, mundën në telefon me jep komanda ti për shembull me thirr një person, me hap një website, me bu çka do. Pa e prek? Pa e prekje. Domethënë duhet me bu një prekje me një pajisje, po pa i dhon komanda direkt në telefon. Kom taga prej këtyne 100 letra ngjitën ku do dhe mundën me reagu me telefon në këtë formë. Mirë, mu po m'duken letra ngjitëse të zakonshme. E tash ti si po i prek me telefon, po reagojnë. Çka janë çato? Këto mrena e kanë një chip, i cili është sipas standardeve të NFC-s që reagon me çit prekjen e shkurt. Domethënë mrena qytyne letrave është qipi. Kjo është domethënë një chip shumë i vogël që për me mujt me shtin qit letër, e ka veç 1 kilobajt që mund është me rujt dhanën to. Tash, këto tjerat, kjo është njëjta teknologji, veç që është pak më e trash në këtë formë, në që kjo është mrena kësaj, po veç kjo është me një mbështjellës pak më të mirë, është 200 më shumë informata, edhe mundet mi pas parafërsisht deri në 5000 kontakte që zakonisht preken me këtë pajisin tjetër, që është e njëjta teknologji, sikur në telefon, sikur në këtë letrën, sikur në këtë tagun këtu, sikur në këtë USB. Po nduket USB e zakonshme? A është asaj? Jo, nuk është USB e zakonshme. Kjo ka të njëjtën teknologji me rana, që reagon në prekje. Domethënë kur preken këtu dy pajisjet, apo të dyja, në këtë rast, këtu automatikisht shkëmbejnë informata. Domethënë i ruhen në disqet së cilës. I njëjti se ndodh edhe kur preket me telefon, edhe kjo. Pse ran vjen krejt kjo?
Çka na kursen kjo? Thjeshtëson Po, ideja, thjeshtësia e jetës në këtë aspekt është se të shumë se ne i kryn pa pas nevojë. Për shembull, pezom njërin për rasteve mund është në shtëpi me bëj kur të preket NFC teknologjinë, me njerë milshu automatikisht dritat, mund është ku e dione temperaturën me rregullu, është e mundshme, domethënë njerëzit e kanë bë, edhe ekziston gjithkohë. Normal, vyn punë shumë për këta. E dyta është në rastin e kompanisë ku ne punoj, këta çka bojnë për botën është kursejnë letër. Se në për konferencat mëdhaja, ku përafërsisht janë 4.000 persona, ose 5.000 persona, tash llogaritë sasinë e letrës sa duhet më shtyp, të broshurave dhe të vizitkartave që ata persona mi shkëmby, në një konferencë vetme, ku ata në vend se me leju ata që për me reduku, do më thonë, numrin e prerjes drojve apo deri te prodhimi i letrës, ju japin në çdo konferencë ka një këse pajisje. Konferenca e fundit në Kosovë, KOS ICT, ka shpërnda falas 300 prej këtyne, edhe njerëzit nuk kanë pas nevojë me jap vizitkarta, janë prek me këto dy pajisjet. Edhe kur janë hi online, mandi i kanë marrë informatat e njëri tjetrit, se këto mundën më konfiguru dikun për 50 rrjete sociale që ka ekzistojnë, numrat telefonit, adresa, çka do. Kurse kompanit, kur i blen këto për postera, këto mundën me rujt të difar PDF-i që i japin klientave, video, çdo send mund shumë. Zakonisht kur typi në kerr e aktivizoj e preke këta që më aktivizu, mos me pas nevojë me çu telefonin tamam në dorë, kështu me folë që mos me hangë me denim. S'kam edhe qysh me pagu denimi, se shumë dënojnë sidomos me telefon, por që aktivizoj me këtë NFC-n automatikisht që me mujt me folë me telefon pa pas nevojë me prek telefonin hiç kur jam në makinë. Kur informohesh për gjendjen e llogarinë tuaj bankare. Dhe blen me kartel prej kudo dhe kurdo. Si dhe kur krejt pagesat bankare i kryen prej shtëpisë. Atëherë, për një me ke kohë. Ke kohë edhe me shti ruzan te. Shfrytëzoni të gjitha këto shërbime në kuadër të pakove të llogarisë rrjedhëse. Banka Raiffeisen. Jeto më mirë. Termocentralet e qymyrit shkaktojnë astmë te fëmijët. Në vitin 2010 janë shënuar rreth 23.000 raste të reja të smundjeve të mushkrive te fëmijët. Përkundër kësaj, Kosova po planifikon të ndërtoj edhe një elektran të re që do djegë qymyr edhe për 40 vjetët e ardhshme. Mbështeten një të ardhme me energji të pastër, për të mirën e fëmijëve tanë. Liderët tanë nuk mund ta mohojnë faktin se edhe teknologjia ma e re nuk mund t'i eliminojnë dotësit ma damshëm që lirohen nga djegja e qymyrit. Kosova ka potencial për prodhimin e energjisë, nga burimet e ripërtritshme dhe të qëndrueshme, mbështeten një të ardhme me energji të pastër, për të mirën e fëmijëve tanë. Po, për çka po e shfrytëzon ti këtë teknologji? Sa dënimi i ke pështu? S'm kanë dënuar. Mos e kap çat telefon për shkak të çipit që e ki pas mrena? Jo, asnjëherë nuk s'kam hangër asnjë dënim. Sa i vi që aktivizon atë zonin, domethënë kur të fol dikush, fol në krejt kerë njihet ashtu, edhe unë veç flas domethënë. Kallxona drejtën a e kini çipën kerr që e prek edhe ja mundson grus mos me ditë ku je. Ha ja. A je sigurt? I sigurt jo. A marrë? A ka naj që si teknologi, a ki menu me zhvillu teknologji që njerës kanë mujnë me ta porosit një qasi seni?
Realisht unë kom menu pak ma ndrysh, unë Hajde. kom menu me zhvillu diçka që din gruaja kur djem të shku, a din për shembull në shtëpi. Dika! Po, a din për shembull pi punës në shtëpi a diçka. Shumë për të me shik po- gruna. Po, Stash i martu. tash e martu. Ti e ki bo një program qysh me qupi gjumit. A ka program qysh mos me ta prish gjumin, telefonit Po. i tërkujt. A, telefonit të tërkujt problem. Halo si Po, keni. është një mundësi, edhe në pijamit të gjuni, ja them edhe... A po? Me gjithatë metodat klasike, halo po vlekan për Po, po diçka. vlejnë shumë. Vazhdojnë Shumë, me po, vlejnë. Vazhdojnë. Po kthehem te ky momenti qysh prej shtulit apo tetovës ki mri deri te Nokia. Çajo po më intereson. Qysh mrive prej tetovës deri te Nokia? Po, kuptohet, më thonë, masë që përfundova me studimet, fillova me punu në Kosovë. Unë kom fillu me punu mas pari në Pronet, me një kompani goxhat madhe këtu në Kosovë për zhvillim softverik, si programer. Prej atyhet kom kalu në një kompani tjetër, Kaktus. Pej Kaktusit kom kalu me një kompani prap tjetër lokale, Altfracom. Këtë këto të Kosovës? Këtë të Kosovës. Prej Altfracomit me një kompani Horizon, a ka qenë domethënë kompani prej Shqipnisë që përfaqësia në Kosovë, prej Horizonit në Trecis, prej Trecisit në Poken. Në Poken mandej Ka dalë tash, ti veç kallëzëm çka ki bo, çka janë këto kompani, që përmend ma përmend Trecisin, po, çfarë shërbime bojnë, çka ki bo? Trecisi jep shërbime të outsourcing, domethënë pi Kosovës kryen punë për jashtë, kryesisht për Amerikë, po edhe për Evropë, edhe inxhinierat e prej Kosovës ndërtojnë rrjeta 3G dhe 4G, edhe rrjeta tjera të mobilave për Vodafonin jashtë, për British Telecomin. Sa veta Këto. punojnë aty, veç po më intereson? Herën e fundit që e di, kanë qenë pavarësisht përmi 170 veta në Trecis. Për mua është veç me rëndësi me di që ka 170 veta në Kosovë që Po, punojnë po. për me bo shërbime të mobilave për jashtë. Për jashtë. 170 menje Edhe këtë blehen. rion, po, edhe këtë rion edhe Trecis është zgjedhë njëra për kompanive më të mira në Kosovë. Ka qenë një farë... 170 miliota tjerë janë të punësuar për Po. me shit shërbime për jashtë. Shumë mirë. Diçka që shumë pak ndëgjojmë. Kanë arritë më na kështu, si shqiptare kemi edhe atë iniciativën shumë shpesh, edhe që marrim sende, edhe kur e kemi një problem, kemi qejt me zgjidh kryesisht vetë, edhe po edhe fal trajnimeve të shumta. Do të thonë se edhe në Trecis, po janë marrë trajnime të vazhdueshme, çdo person i ri që ka hyrë në Trecis, për shembull, janë hidhur 10 veta, 10 veta janë trajnu pi stafit të Trecisit për çato teknologjisë, ato janë shumë specifike. Domethënë kjo industri ka arrit me kompenzu mungesën e arsimit në për universitetet dhe Po. shkollat tona. Po, ka arrit. Jo mbo shkolla në veti. Po, jo mbo shkolla në veti, ka dhe shkolla tjera, domethënë që japin si trajnime profesionale, ku njerëzit vinë edhe prej zeros, që nuk kuptojnë kur gjë për një teknologji të caktuar, fillojnë me programu, mësojnë edhe arrin me fitu edhe çmime edhe me shku në botë me shit prapë në hala më shumë. Për studentat që janë këtu, sidomos në Universitetin e Prishtinës, apo më tregon veç, a janë këto trajnime të hapuna për të gjithë, a janë për njerëz që kanë pare? Çka dush me pas për me shku në çto trajnime trajnimet dhe janë- mu specializu për programer? Plot trajnime ka edhe që japën falas, më thonë free që shkojnë njerëzit atë edhe mësojnë. Edhe ka trajnime që është një pagesë simbolike, më i me thonë, për një trajnim të ati Sa nivelit. kushton mu bu programer? Sa më kish kushtu, sot mu nis një studenti sa i kish kushtu, Një me nis laptop. pej zeros mu bu programer. Nëse dënë vetë, një laptop i vynë, apo një kompjuter çfarë do. Bën edhe një që e blen me 200 euro një kompjuter, mundet mu bo programer ose çka do tjetër mbrana teknologjisë. Se E ka trajnimi sa i kushton? trajnimi parafërsisht janë kanë 120, 140, që shi kom pa çmime parafërsisht po flas. E sa trajnimi ka 120 euro duhet mi kry? Po zakonisht Për mu bu programer? po një trajnim apo diçka tash po them varet se sa zgjat, që zgjatën se edhe çmimet ndrojnë se tash ka trajnimet nivelit shumë të lartë me marrë certifikime. Do ka shumë, po nuk është ndaj shumë baramendze që më thon pi jep 13.000 euro për një trajnim diçka, po kupton, në kit to shumë janë që mundën njerëzit me i pagu këto. Mirë, qysh të rekrutun ty tash po fillojmë Po. të kompanitë e jashtme, Po. prej kompanive programuese të Kosovës, Po. qysh mrive dhe i Nokia? Që shtërgova ma heret, gjithmonë kom qenë një rebelum edhe unë e kom një teori
që gjuhët programuese dhe këto janë vetëm vegla, sikur për shembull ta mjeshtrit që ndërtojnë që ndërtimit, për shembull ka që keq, për shembull to pllakat që pivnojnë në shesh, to janë të gumës, domethënë që keq është i gumës, e ka fuqinë, por nuk e dëmton pllakën, se më shumë që keq zbaski se thën. Domethënë secili i ki po them 10 lloje çekiçave që përdoren për sene të ndryshme, njëti sen është në programim. Ki plot lloje gjuhëve programuese që secila për vegël përdoret për me zgjidh një problem të caktuar. Edhe kryesisht unë i kumaj 2 eventualisht 3 vegla që ton kohën kom mësu mas orareve të punës. Për shembull, çka janë këto vegla? Po për shembull, njëna tash në Kosovë kom programu shumë në një teknologji që është e Microsoftit, është e mbyllur .net, jam detyruar me mësu shkaku që në Kosovë çka ka qenë kërkesa e vetme. Po kur jam kthy në shpejt, kom vazhdu me një teknologji tjetër, Qt u thirr, që mas një Çekiç të gomës, me cilët i giro telefonit ta? Jo bash. Mirë. Ku Nokia domethënë e ka bleq atë kompaninë që kanë zhvilluar çat teknologjinë, po kam pas shumë pasion për çat teknologji, se shumë më ka pëlqyer. Qt. Q-T është Q-T. Edhe çka bën ajo teknologji? Kjo është veç kornizë, framework që ty të ndihmon me shkruan në një gjuhë C++, të shfrytëzuar çfarë frameworkun për me ndërtu aplikacione, çet kornizë, që me ndërtu aplikacione, për shembull dhe ndërton një aplikacion për një sistem operativ. Çfarë aplikacione? Çfarë? Po kallzon për njerëz që s'mirën veshën këtë punë. Me marru një messenger, për shembull, njëna pi rasteve. Me marru një asi me këshyr video, me ngu muzik, me qel e-mailat, domethënë çdo këtë aplikacione që ndërtohen përmi çdo teknologji, domethënë. E tash kjo aplikacione që i përdorim çdo ditë. Që i përdorim çdo ditë. Në telefon nëse e qela me thirr, ai është një aplikacion në vete. Domethënë edhe telefoni që i shtyp numrat në një telefon është aplikacion. Edhe ai do të më programu një që kërket aplikacione tjera, si Facebooku, si ajo njëjtën teknologji e shfrytëzojnë. Po që kjo Qt-ja çka na ka lejuar është që me ndërtu një herë, po me mujt me qit në këtë platforma të ndryshme, siç kjo ka qenë pak edhe është hala problem. Se për me programu për shembull për një lloj telefonit, për shembull për iPhone, duhesh me marrë një teknologji që Apple e jep, që është komplet ndryshe pi krejt teknologjive tjera, edhe është koqa vështirë me i balansu, me i majtë në së dy. Mirë, çfarë të mirat solli përgatitja në çë teknologji? Kjo të mirat unë e kom pas domethënë si pasion, edhe se një parë e kom pa një shok në Twitter ma ka qenë një link që një kompani zvicrane po lyp ekspert për çit Qt-in. Unë veç me vetë financim, po edhe me vetë dëshirë, veç u certifikova për Qt. Një herë fillimisht shkova në Shkup, u certifikova për si Nokia Certified Qt Developer, ka qenë veç një provim bazik, me dhënë qatë. Zhvillus i Nokias për këtë gjuhë specifike? Po, ka qenë domethënë provimi bazik, domethënë veç një. Sa kushtoi ajo punë? Una? Sa kushtoi ajo punë? Mi hekit ato, ai provimi ka kushtu parafërsisht dikon 270 euro. Ka pas qenë shumë e provimit në Shkup, plus shpenzime tjera, rruga, ushqimi, deri atje. Mirë, u certifikove sepse e ki po tregun, e ki po që... Jo, unë u certifikova. Në një moment të ka kallëzu një shok që ata po lypin njerë certifikum në këtë punë. Kjo puna shumë është ma vonë, kjo që e kanë lyp. Kur jem certifiku, thjesht unë e kom dash që teknologji shumë, edhe qatë vetë në 8 orë është majtë një konferencë, Qt Developer Days, që majtë gjdo vetë për që teknologji, edhe parë që i lansun qëtu certifikimet profesionale. Dhe ta shumë kësha qefë që mu identifiku me ata se dësha që teknologji dhe të isha të kom një titull të paktën me që teknologji. Domthon kjo është 2 vjet para se, jo, 1 vjet para se me hi në këtë kompani zvistrane. Se masani që e mora këtë titullin bazik, shkova tash erdhë rasti me shku në qatë konferencën në Munich, në Qt Developer Days, kur shkova aty tash e qetë një lajm që kush është certifiku para prakisht në qetë provimin bazik, këto 2 provimet e avansume për më bo specialisti që saj teknologjie kanë qenë free. Se kanë pas këta si lloj. Me një fjalë tjera, i ki investu 270, po masnej pak ja ki bo hizmetin ti, pak masnej dikush ti ka dhonë pa pare. Një trajnim ki pa një pa pare. Po, nuk kanë qenë trajnimi, kanë qenë vish provimi. Ki hi, e ullin kompjuter dhe ki bo provim. Realisht, këtë provimit kanë qenë përvërsisht ka 1 orë gjys. Dhe me thonë, edhe një Kosovar për këtujt mundët me bo një provim
ku do mbot një programer mundet me bo? Kudo. A Që do dvesin, provimet me dhe tash a edhe dush me në pas Prishtinë viz, a dush me pas pasaport caktume, Jo, a dush jo. me shku dikon? Që tash, këtë qëto provime mund është edhe në për këto qendrat e certifikimeve që janë këto. Njona për tyne, dy për tyne është, njona është kaktusi, tjetër është AUKO, mund është mi hi dhe mi pagu ato provime, tash bile dhe janë liru shumë, mund është mi hi dhe mi dhonë provime. Normal, me mësu para prakisht, që ki resurse online shumë për me mësu, edhe mund është mu certifiku. Edhe manej punon për shpis për dhomës tonde, nuk Atëherë mund livrit, është, po. që aty e bën qajnë, që Që aty mund është, i fiton paret. mund është edhe pa certifikim, Rrogën. dëse nuk do me thonë me t'identifiku, vish mu certifiku për me qenë diçka. Ka plot njerëz në botë që kanë. Momentalisht, veç edhe njerë ta definojmë, jetu punu që si pune, prej shpis, Po, është të pagu një firme jashtme ti me kry punë po, në kompjuter prej shpis tonë. prej shtëpisë, po. Të vazhdoj atë pjesën e certifikimit, masë që shkova, dhe më thonë, u certifikova aty, tek ma vonë, masë që u bona specialist, a i shoku në Twitter, tha, hej, këshyre që ta, edhe tha, bon vakit interesant, edhe unë e pesho, aplikova, Qka ish këshyre që ta? tha, këshyre që të link, tha se po ljub kanë njerëz si ti, për ty, edhe në punë për ty është. Do me thonë, ish konkurs pune. Konkurs pune, po. Edhe ku shkova, do më thonë, aplikova online, konkurs pune, më therën intervist, i kom pas 5 intervista pravërsisht, online me Skype, ka 3 orë kanë zgjatë. Për cilën kompani e ki fjallin? Po ken, qëto tash që punoj. Masë që, do më thonë, i kalova ato intervista, ju kom pëlqy shumë se... 3 intervista ka sa orë zgjatën qëto? 5 intervista ka 3 orë, 5 ka 3 ka orë. 3 orë, online në Skype. Qka vetëshin? 5 intervista ka 3 orë. Teknikisht, këtë cene teknike kanë qenë. Do thonë, qysh e bën këta, ata t'japin probleme, problematik. Do thonë, dhe zgjedhët ti që aty për që aty. Mas 5 intervistave ka 3 orë, qëfar, a të mërzit këtë puna, ta bon bajat krejt me lon krejt Po, këtë punë. faktikisht do të bëhet bajat, se që është edhe ideja e intervistës, që me ta gërdit krejt, me këshyt të apo shtyn halja, po zënë, a i interesu me shku që aty. Edhe në fund, mas 5 intervistave një mëngjes, po më thirë, ta shefi jam, që 2 vjetë punoj për qëtë kompani, edhe asë njerë se kom pa live, pa thirë në telefon, tha e që kemi një ofertë, po ma jap ofertë, në një po ma qënë një mail, apo Do me thënë pajtosh. kjo puna për shpis, a është e leta jo me bo 5 intervista që aty me kom t'i ki qitin ka oqë, Valla, shpik i ko qenë, 6 euro. Edhe gruja ta puna, ka pru kafën. edhe intervista po dhe puna nuk është bashkë e lehtë edhe pse pi shtëpisë. Edhe Apo? më është e hek atë mërzinë e rrugës me të nervozua, edhe në komunikacion se për ndryshë është e njëjtë. Stresi është i njëjtë, këtë cenat janë të njëjta sikur çdo ditë. Përveç me punu pi shtëpisë është një sfidë pak më shumë, se kur je në zyre, nuk i ke atë komfortitetin për shembull me ra me flajta, diçka do të më konë shumë i Aty disciplinuar. mund në shpi të ngon Facebook me najtë. Mund është edhe në zyre me nejtë Facebook për atë Po punë. të këshyrë dikush në Po, E kina i shef për mi edhe thët më e stres. po duhet me Ja ta hek. qeveria ndalojnë, e kanë bo blok. E po nuk është ide e mirë, se duhet njerëzit jo me u ndalu, po duhet mi disiplinu njerëzit që edhe nëse ja lejon ai mos me hi I atë. hat, Mos më janë me mija e mija, shërbjë civil, qysh me disiplinu? Mos me hina me se. Duhet më marr trajnime, duhet më fol, duhet më çfarë diun, na le të rrisin rrogat atë diçka. Atë Për ti një arrit motivojnë. rroga duhet me të misi do pi pune. Po. Edhe, apo më kallëzën, pa u sill në shumë puna tjera që shmlive te Nokia. E tash, që po kenin, kur jo mi me punu, kena punu bashkë me Nokian. Do më thonë, unë e kom pas, që këtë NFC-a, do më thonë, smartphone-a, kur ka hi Nokia ka shti i pari në smartphone-at e vetë. Po që ka bo Nokia që në plët seri telefonave i ka lansu, po nuk e ka bo publike që e ka qatë NFC qipin, se ka qenë sekret për Nokia. Qipi është që Që ky qipi që e pam edhe në video. letra në gjizve që Po që është mërëna në telefon, Po, do më thonë, instalu. edhe tash Nokia se ka bo këtë punë të madhe. Tash nam po kenë, kur fillum, henëm aty edhe zhvillëshim që po kenë, do më thonë, për Nokia, për me mujtë me Nokia telefon, mi marrë që informatat. Do më thonë, në shpe, zakonisht kur vëshin pajisjet prototip që i kanë qenë. Pajisjet prototip Do me thonë, ka dalë veç pak, Nokia ti ka qu ty, edhe po keni. Nokia, po keni t'ja ka qu, po keni mu më Po ndi. keni ty të ka qu thjesht mobila edhe prototipa janë që ato mobila të cilat hala nuk janë treg, Hiç ti nuk ka e qu pa. me i testu. Po edhe janë shumë konfidencial ata, do më thonë telefonat se edhe forma. Ti ki marrë teknologji që s'është hala të ushit? Po, halo që njerëzit as nuk o dalë online, as në website nuk kanë qenë, plot seria telefonave, që hiç nuk janë lansu
Për me çfarë teknologji Kalzona, që... a je fryt e dostat me këtë teknologji? Jo, që çfarë telefoni ka, ja. se keni asnjoni. Që mund Ja, ja. fryme. Të jo. Jo se kur ki, do më thonë punë me qësi lloj teknologjie, e nënshkruan një farë marrëveshje me çat Po, e në prodhues. shkrum, po ata janë atje në Gjermani, se Po, ma shojnë. parasysh, unë jam korrekt në këto aspekte, bile telefonat kur i ko majt të në konë të më shtjellë të më fiok, që mës heq kërkush mës mi pata. Kur kom pas me provu apo bën aplikacioni, kom nxerr që atëherë kom punu me ta dhe u kry. Do thonë, se unë e kom që punën që jemi disciplinu me, dhe pse punoj për shtëpis, unë punoj për shtëpis. Po, ki morë edhe nisha, kur ki qenë disciplinu në shkollë, që ashtu ta si a ki bo edhe me këto Ja, telefonat, ja, pak me me këto jo, kalzu, se me kjo është bona një i nivel- haker, na i sen. Jo, po, puna është që me bo me dalë një fotografi ati telefonit, kompania kanë parafërsisht 300.000 euro, për shembull, ka qenë ajo dënimi, që kompania... A i ku kanë pas me të njek ty në Prishtinë. këto. S'ka njekin. Si dihet, a? Vish kur t'ishe të hinë të dera të darë. Punej, është ajo se me legjë, me sene. Ani Për- qeve që ato ti ndosht me kalzu ka dëgona, ti kam po dëganjerat. Që ato Qëtu ishin dëganjerat. ka qenë problem kogja se ai doganieri këshirkin listë aty me mështi me pagu. Ta, këtu qysh su një shetë, edhe në të... Ojë të isha zot një, këtë isha telefonin, edhe ajo është prototype, property of Nokia, me të mdhaja not for sale, nuk është për shitje. Lëke ai me këshyra So seni, so fërshitje shitet në Kosovë. Ja. Vike teknologjia e re, e cila dogana që ka për detyr me doganu diçka, duhet me gjetë teknologjia sa kushton për me ditë sa me ta doganu. Po. E ta është çka bëj këtë dogana kur e shike që ky telefon s'është asën listë ekzistencës. Që ato ishin E gjejke një Nokia tjetër edhe që atëherë kom pagu. Ajo ka mirë, qenë, që qysh ja spjegove çaj të boti, se ti pas ke pas diçka që jo dush me mundu mshef. Jo, në aty kom pas hin zyre, kom pas diskutuj, kom pas kallzu kejti, kom pas nxerr edhe një 10 telefona tjerë që më kanë një për qatë dogane se më kanë shtime pagu, po Ani dhe dostave ka si njëherë. ke kallzu doganjerave po, a? s'kisha qare. Edhe ti lanë mi qunë shpe. Po, realisht është një farë pjesë ligjore që e rregullon këta shumë mirë, po tash u dufke për unë me punu për shtëpis, edhe pse paguajsha ata me të ardhuna, unë për me punu për shtëpis, u dufke edhe për me mujt me pas import për kashëm, u dufke me hap firme, shumë procedura, po mas i bona shoku, bona si shpediter edhe unë, edhe në tash, au lodhe. Edhe kallzom tash erdhe deri te intervistimi për Nokia. So ka zgjat, nëse 5 Po. ka 3 kanë zgjatën në pokem firmën Nokia, zvistrome, sot ka zgjat me u pranu Po, Nokia. maseni, veç të tregoj edhe pak qysh arrita bashkë, mandej tregoj edhe pjesën e intervistës. Jo, po, okay. sa mrive, sa u intervistove për Nokia, sa orë? 7 orë. Veç? Gjatë ditës, do më tonë ditën, 7 orë, vishë ndrejshë njerës një ka një. Atje u ndryshe njerëz. Atje, po, se njerë ka qenë intervista, sa njerëz të në ndryshëm? telefon ka qenë 2 orë, do më thonë intervista, e kom bo një farë personality test, do më test personalitetit këtu 1 orë, që më ka dalë njëjtë, si kur kitë programerave tjerë, 720 Nokia, Çka të ka dalë? personaliteti njëjtë, si 720 programera tjerë. E çush e keni ju Se personalitetin e di. një? Kallzom. Çka Jo janë të një- tipore që ju dallojnë juve? Kallzona pak. Nuk e di. Unë nashta të fokusum shumë entuziasta për një diçka të caktum. Unë këtë programera që i kom pa janë entuziasta për diçka. Domethënë edhe merren veç me qatë punë edhe domethënë që ajo ka qenë njëna Pak për trend. Po. Po. Ka gjatë rënd. Mhm. Që ajo domethënë ka qenë pjesa e personalitetit. Mandej aty në intervistë kur kom shkuar në sajt, ka qenë 7 orë, 5 orës 9 di kanë 3 gjys ashtu. Qyre, Aty ka pas- për programera thonë që tranon mas kompjuterave ma shumë se mas grave, mas Ja, nuk është. gjithë e shkofi vërtet. tjetër. Ja, A ja, e vërtet? është. Jo? Bile bash në zëzat që një Ukrajine kena pas, ajo konë shumë një farë tipi, edhe su doke që ase ai tipi grue, krejtë sën njeri normal që kitë, po ku mi që shu doke Ju tjerë. e keni zonin që s'dilni, s'shkoni kafeve, Jo, la. nuk nxeni femna, Bashkë rini kundra në zi. shpitën ditën. Jo. Me më pa mu më në koncerte metal, sëm nje. Kështu që, Apo? do të thonë është, na jemi kitë si kur njerës tjerë normal, vi që jemi të fokusuar të qysh. E kuptum diçka që Po. konsiderum edhe programirat që ka njerëz normal. Shumë mirë me ditë. Edhe se do kom si robota, ashtu ose jo të fokusuar në diçka se e kemi edhe po, edhe një sen tjetër që kisha mujtë me shtu. Ju Po, folni një gjutë t'jujen që veç ju e merr një vesh dhe s'ju intereson bota normale. Ka a, një s'është herë kjo? kur tema tjera kur s'na dokën normale na hub fokusi atë edhe për shembull
shpeshherë na shenja din ose telefonin ose në laptop ose ai dikush folja din. Edhe çka konkludoi Nokia për ty mas 7 ore? Po, mas 7 ore intervistë, krejt mira din shkoj aty. Ka pas domethënë kit pjesën e shkencave kompjuterike që atë shumë ta ka qit problemin që ata mrena kanë pasur para intervistës e shumë prapa të marrëveshjen që çka ndodh aty me këtë aty. Domethënë mas 7 orë, domethënë aty problemet atyne. Ta që na kemi qit problem, ekipi është mujt me zgjidhje. Qysh kisha mujt ti me dhënë një zgjidhje për çta. Domethënë është probleme reale me zgjidhje aty. Unë edhe veç apo na kallzon pak strategjinë e tyre çka mendon që ka qenë mbrapa, ai ishte i vetmi kosovar që kishte shku na herë. Po, çfarë domethënë Olm, kom qenë i vetmi kosovar. Minhen ka qenë një i Shqipnis, një Petref Saraçi, ato kam vist shok, kështu, mase u takum në prapë në Minhen gjatë konferencës. Edhe ai rekrutojnë aktivisht njerëz për kësaj ane, a qysh ka është ideja e krejt? Ideja këtë kësajnë është me gjetë njerëz të mirë. Pa marrë parasysh pikahit janë. Si intereson pikahitje? Çfarë race, çfarë pikahitje, çfarë nacionaliteti, çfarë me çfarë tregu, mirë për neve na intereson me çfarë tregu ishe tu ushtyti. A ishe tu ushty me njerëz që janë me kinezin kon tu ushty, kinez, japonez. Indian nuk kam pas shumë me aty. krejt botën, thjesht. Me krejt botën. Unë edhe një romun, unë edhe me atë romunin një kolegë që kemi qenë, dëve domethënë na ka marrë, kështu që të dytë një intervistë, ai po për shkak që devizave sana ai shkoi shumë më herët, një 5 muaj më herët se unë. A ka femna në këtë lami? Ka femna bile ta japin një fakt që programerja e parë në botë që ka programu kompjuterin ka qenë Ada Lovelace, që është femën. Domethënë ajo ka zbulu domethënë kompjuterin që është programu, kompjuterin e parë të Charles Babbage në kohën e Londrës të vjetër, nuk e di sakt vitin, po domethënë programerja e parë është femën. Kështu që ka femna, edhe gjatë trajnimeve ka pas edhe femna, edhe unë kom pas kolege femna. Ato 3 muaj që ki punu në Nokia, përshkruma që ka qenë puna jote? Puna jam ka qenë në design software-it në sistemet operativ 3, që fatkeqësisht nuk guxojmë ja për emrin, se nuk është mbyt ai. Na kena qef çtu sene si zguxojmë bo me vetë një ta Kosovë. Problemi është që kanë dashur me lansu. Jo, sistemi operativ ka qenë sistem operativ për këtë telefon. Çka me bo çaj sistem operativ? Po ideja ka qenë se tash Nokia qysh i ka pas linjat e telefonave, domethënë janë këto dummy phones, që u thonë, telefonat më pak të mençur, domethënë thjesht. Kanë qenë ato middle end phones, domethënë telefonat e mesëm që as nuk janë shumë budall, as janë shumë të mesëm si mesët, janë. Po. Edhe këta telefonat e mençëm që iPhone-at që shohin, domethënë Nokia ka pas çto 3 tregje që ka dashur me i synu. Tash për këta telefonat dummy ka pas një sistem operativ, ju ka mungu mas shumë ti për të mesit. Kështu që na kena punu në çata telefonat e mesit. Me që teknologjinë QT që unë jam specialist. Mirë, na e pam pak me çka punon ti. Megjithatë, kjo teknologji për një standard kosovar, lejo me thonë që te na ka herë s'ka rrym, le mund që me i bo këto shkëmbimet informatave dhe me i nal dritat me telefon. Kështu që a mundesh me kallzu diçka për çka na vjen teknologjia ose një teknologji e tillë, çka muj me shfrytzu një njeri i thjesht në Kosovë, çysh ja kishe thjeshtësu punën me një teknologji cilën jetu punu, për shembull. Çysh e kishe pa qëta? Po tash në Kosovë ka shumë aspekte që mundëm domethënë me edhe nivel komunal, edhe nivel domethënë që mundëm. Jemi të folë për teknologjinë NFC, që to të letrave ngjitse që shkëmbejnë informata. Por unë po flas teknologjinë përgjithësi, se NFC është vetëm disa telefona, po kupton edhe jo shumë njerëzit mundën me pas parë mi ble ata telefona. Mirë. Për njerëz që kanë telefona thjesht, që ta as të mençim as budall, çu i the vet, mesëm, çka kishe mujt me thonë që mundet me animu teknologji? Unë çka kom bo unë për veti, për shembull me SMS është një website në internet që mundesh ti me programu internetin me punu për ty. Edhe për shembull, njëna pi rasteve është që unë çka kom bo, është sa herë që unë në mëngjes me marr një SMS me ma kallxu kohën e çasoj dite që ka qenë. Njëna pi atyne. Edhe lajmet kryesore, ama në SMS, se për shembull në mëngjes Wi-Fi-n e maj nalën, edhe internetin edhe këto GPRS-in kit nalën nëse. Çaj kish kry punë kjo një bujku për shembull? Po një bujkut për shembull mundet m'ia jap
kohën, që është për shembull më programu një aplikacion i tillë që ja kallzon kohën, për shembull, ku e diun në Barilev, mi kallzu se sa është për këtë javën, edhe në SMS, thjesht ai këshir për shembull se çat ditë, që shka me marrë kohë që ai me ditë. Ka të rreshura. Atë ka të rreshura apo jo, apo çka tjetër, për shembull niveli i lagështisë, të gjëra. Domethënë këtu sene mundun më bë dhe sot pa pas nevojë diçka ekstra, veç normal i vyn. Edhe në internet kafe mundet me kry këtë punë. Mirë, ai tash këtë më të kallëzove krejt teknologjia në përgjithësi që mund me ta përmirësoj jetën, po kallëzom ç'kjo NFC teknologjia çysh kishe mujt me pa nesër mas nesër se kjo është si një farë po e përkthej unë për veti USB-e që deri dje ka qenë pa përdorshme, po u bon mas një kohë e përdorshme. Çka nëse mas do vjetëve na e përdorim NFC-n, e për çka e sheh që mundet me përmirësu jetën në Kosovë që kjo NFC-ja? Po që njëra pi tyne, unë që kisha pas qejf me pa në Kosovë është pagesat me NFC në një. Më thonë se ty ta thjeshton shumë për punën e kartelave, punën gjënë, sa e kryin diqme të telefonin vazhdimisht e ki me veti, e prek një pajisje dhe bën një pages. Po tash jo veç në dyqan. Pezom, mënyrë hipotetike, po du me shku në kullën e jasharve, për shembull me vizitu, po tash ai veç është muze, edhe tash për me pas atat ardhuna për me mirëmbajt ato asete, du të më bëni pagesë. Tash njëna për aty ne kishim pagesa për me hym brenda, dush me prek me NFC, e kryhet pagesa dhe qelet dera, edhe hem brenda, njëna për tyne. Edhe a munësh me pas opcionin me të kallëzu ma shumë për historinë? Po. Përmes prekjes. Po, edhe me një prekje mund me të kallëzu ma shumë, po ka dhe teknologji. Me dhomë fotografi, me të alshu filmin, që shka ndodhë beteja? Po, pikërisht mundesh edhe me NFC, po s'do me thonë veç me NFC. Ka dhe mundesh me skenu me kamerë, për shembull një lloj kodit veçantë. A ka ndonjë sen që pa pare, se ke që përmene diçush është me pagesa, me pare? A ka diçka pa pare? Mundesh pa pare, se tash teknologjia mundesh me zhvillu kur të mërim para te shtëpia e jasharve, për shembull, se kemi marrë si shembull këtu, si të bërin të shtëpia, domethënë si të hin natë radiusin, natë rumbullakun e asaj shtëpisë, me njerë të bën telefonit singrën, kur e qel telefonin mundesh me pa këtë informatat, video, çka domethënë, po normal kjo është mundet me qenë pa pare, po lyp iniciativë prej trive me e bo atë sen. Domethënë edhe sot trit mundën studentat UPS apo çdo universiteti mundën me zhvillu këta. Atë sikur pikë virtuale i interesit, kisha mujt me e quajt shqip. Më thonë edhe thjesht me zhvillu për këtë pikat e interesit kryesore që në Kosovë. Të e marrë parasysh një bornin në Prishtinë, jashart, apo edhe në për shembull varezat masive në Reçak, me tregu qëto, dhe më thonë, histori tona që neve na ka ndodhë. Që s'ka nevoj me pagu as letër, as teknologji tjetër që mund me kushtu ma shtrajt, dhe më thonë thjesht... A kena i projekt që jetu e zhvillu te që ka lidhje relevante për Kosovar? Unë e bashkë projekt që personalisht nuk jem të zhvillu, po studentat e mi që kanë qenë pjesë të trajnimit, unë që kom ligjeru, veç kanë marrë pjesë në AppCamp dhe kanë fitu shumica shpime bashkë, ka qenë tema me prezentu Kosovën jashtë përmes aplikacioneve mobile. Mirë, njërin prej përfaqësuesve që e majnë këtë qendër ku ti ligjeron, është Çelik Nimani, që e kemi këtu, edhe punon me ty. Çelik Nimani vjen prej qendrës së inovacionit Kosovës, që shkurt e quajmë ICK, edhe është menaxher i trajnimeve aty. Ka punu në PC World Albania. Çelik mes tjerave ki punu me Milotin. Kallëzo qysh si ligjerus, si programer, po e shohim çfarë është. Si ligjerus qysh është edhe a ka mri me i përcjell çto aftësit veta tjetër ka. I njëjtë, Miloti është shumë i afërt me studenta, është personi që siç ka qenë edhe këtu gjatë intervistës, njëjtën afërsi ka me studenta dhe realisht e dojnë më shumë për shkak se është më i afërt. Nuk rrin si profesori në ligjërata, po thjesht ky ulet tavolinë me studenta. Po 26 vjet, ku me drejtu ndryshe si profesor? E po tash është dallimi mes kulturat profesorit edhe të ligjëruesit, që to shihet ajo modernizmi, afërsia e tij me kompanitë ndërkombëtare dhe një krahasim mes profesorëve tradicional. A ka diçka veç mira do me na thona, tash veç me lavdrua? A s'ka diçka që do me na naj fshetësi me na ndo për Milotin? Muj me ndoni fshetësi, kur kam punu në PC World, atëherë unë hetojsha këto storit vendore, kur ka pas njerëz që kanë pasur mundësi me dalë në tregje ndërkombëtare, kem qenë shumë interesuar me marrë njërin prej prototipeve telefonave që i ka pas Miloti. S'ka pas shansa me marrë asnjë. Kështu që me pas e ke pas mundësi një telefon që aty në me pas fotografi, mundesh me depërtu me storje në medje ndërkombëtare. Po, një fotografi. Një fotografi ka mjaftu, po s'ku mujt me do me mëri thonë që i ki po.
Se kum po, jo. Si ki pas, S'ka pas shansa pe Milot me marrë këtë jo, e ka respektu shumë të gjona. Për çto ki shkrujt në PC World Albania, më duket. Po, kom shkrujt kur është certifiku si QT Ambassador, kom shkrujt kur ka është him punë po ken, se janë të rrallë të talente që jemi në Kosovë dhe realisht si departon dikun, unë e kom përcjell sektorin e IT-s për 7 vite me radhë si gazetari këtij sektori, edhe automatikisht me njerë e ki shprehet dëshira për me shkruar një histori për këta njerëz që po mrrinë dhe po bojnë diçka për vendin e tyre, se një lloj janë këta janë edhe ambasadorët Kosovës kur dalin jashtë në kompaninë ndërkombëtare. Të kom po të organizu, domethënë kampin e aplikacioneve që patët para disa dite, edhe ishte një ngjarje për një komunitet shumë të rit njerëzve, kallëzom komunitet të rit njerëzve që po marrojnë programe. Kallëzom apo arrin me gjetë njerëz edhe qysh është e ardhmja e Kosovës me gjithë ata fëmijë që ishin të interesuar me ne çat vikend me programu edhe për një vikend me garu në qendrën ku po punonte. Realisht ICK është themelu në bazë nevojës tregut, është themelu të analizuar që po ka shumë mangësi mes sistemit arsimor dhe praktikës. Çka bëni ju në ICK? Na ofrojmë trajnime, ofrojmë inkubatorin për biznese, që faktikisht inkubatori tingëllon si fëmin kur e vendos në inkubator për më zhvillu, na njëjtë me bizneset e reja, biznesit deti vendosim në inkubator dhe i ofrojmë konsulencë, i ofrojmë zyre për më zhvillu ato matutje, njëjtën kohë trajnime. Sa kushton ajo punë? Inkubatori është një proces që funksionon, është i shkallëzuar, në fillim e kanë pa pagesë, marrin këtë shërbime për neve pa pagesë, masanena shkon në forma ndryshme që bëhet 25% e pagesë mas 6 muaje, për shembull që për me pagu do shërbime të zyre. Edhe në këto trajnime jetu trajnu njerëz për me marru çka që mas ne mujnë me shit. Në trajnimet që jemi të bëj, jemi fleksibil, jemi duke bisedu konkretisht me kompani në bazë nevojave reale. Ka kompani që ka nevojë për zhvillues të aplikacione, ne Për krijojmë trajnimin. shembull, kompanitë Kosovës a jashtë? Kompanitë të Kosovës, se shumica e kompanive në Kosovë ankohen që ka mungesa të kuadrave. Na direkt nuk jemi të dashur me bëra raporte të mëdha, po jemi thjesht tu e adresuni nevojë që kanë kompanitë në Kosovë. Natyrisht ka kompani E çka lypin këto kompani të Kosovës? Lypin programera që i njohin gjuhë programuese moderne, të cilët programera kërkojnë edhe kompanitë jashtë, për shembull se në rast se ti krijon çasi kuadra, ato automatikisht bëhen kuadro për mu punësu edhe jashtë Kosovës, siç është Miloti që me vetë iniciativë tash. Miloti ne e përshfrytëzojmë që me trajnu edhe kuadra tjera. Apo priton ky me dhon zanatin mi bë konkurrencë vetës në këtë zanat? Jo, realisht Kosova nëse ka kapacitet dhe nëse ka dëshirë për të rinjve, nëse mundet 1 milion mi trajnu për 1 milion ka punë. Për 1 milion programera ka punë? Ka punë. Po si kibre 1 milion kompani? Ku kanë me shku? E eksporton krejt si kuadra. Eksporton. Rumëninë e ki shembullin më të mirë. Rumënia është një për eksportues më të mëdhenj të kuadrave në Silicon Valley. Edhe Rumënia është sa afër prej nesh. Ne kemi njerëz të ri të përmendin non-stop. Ata të ri duhet mu profesionalizu. Momentin që profesionalizohen ata, atëherë ne mundemi me eksportu drejt tregjeve ndryshme edhe mundemi me kriju një vizibilitet shumë mirë për vendin tonë. Mirë, veç për fund nëse një ri të ndigjon sot don mu bë programer, ku mundet me ardh për mu trajnu te ju? Thjesht ku me shku, ku me shkru, kallëzon adresë. Ne jemi në tana pikat, jemi përballë me studentëve, është ICK shkruan mbi objektin tonë, jemi në web, në internet, në Facebook, aty ku është komuniteti jemi ne. Trajnimet që organizojnë janë me pagesë, për shkak se qendra ka nevojë. Ja, ka diçka pa fare. Disa lloj trajnimi organizojmë pa pagesë. Çata fëmijë që kishin ardhur aty 15 vjeçar Unë nuk isha konsideruar ata njerëz fëmijë për shkak se ata njerëz sot janë gjendje me kriju diçka më të jashtëzakonshme se sa një 45 vjeçar. Çka po du unë me të pyet është a paguajnë çata për me Në AppCamp? Po. Në AppCamp pjesëmarrja ka qenë pa pagesë. Ajo këtë varet prej eventit, prej natyrës të organizimit. Faleminderit. Me neve është edhe Valon Canhasi që ka punu me Milotin. Valoni t'ju kallëzoj që e ka boni motor kërkimi me emnin, me të vërtetë ka kështu emnin, nuk po e zbuloj unë për herë të parë. Motori i kërkimit e ka emnin halakate.com. Ky aplauz është për kreativitetin që ja kanë gjitë këtij motori kërkimi. Valon çush ka qenë prikajt e një Milotin edhe çush ka qenë me punu me to? Milotin e një prej fakultetit, kemi qenë bashkë fakultet, unë një gjerat më e vjetër, se Miloti, edhe paka shumë që përshkrujti jetën e vetë është edhe me gjeneratën, se si ta kaj njëjtë, që është kemi provu, kemi shmontu, edhe ajo që ka ndodhur në fakultetin e Evropës që glendorin të to, ka qenë që ka arrit me mbledh të gjithë ta njerëz të interesuar në këtë fushë me një vend. Edhe është kriju një komunitet i këtyre njerëzve që luajnë fillimisht lojë në kompjuter.
se na kemi lujt me Miljotin e komujt 2-3 herë. E ki mujt? Po, edhe kemi kriju një komunitet, i cili na A ka... ki mujt mi apo telefonat prototipe ti? Jo, ja, As sone, ti? jo. S'ka ti na janë Po shpi- gruja vetë, më s'pore. Ja, ato Miljoti është qashtu, është disiplinë. Unë e kum bashkëpunu në projekte me Miljotin. Kallëzëm, a e lidh në herë bast me të me lojna dhe e ki fitu bast? Po. Qysh është kur hup Miljoti? Kallëzëm na drejtën, drejtën. S'po qelë. Ja, Miljoti ka, ponaj, kështu që më kallëzuma si fshetësi, se ne Po, kena, ponaj, Keni basi thonë me fakultet, litër po, bashkë, është që i thojnë, na. E ka që se ja prish disiplinën, do unë nuk mundet mu pajtu për shkak se është i programum qatë mënyrë me punu, edhe e ka kohën e caktume për çka e ka të ndame. Edhe në që se shkon ti në një kohë tjetër, ku kjo e ka datë kohë me punu, edhe shkon në ngusti, atë po dalim atë shkojnë e kështu, nuk është diçka që mund është me arrit me bind shumë, kallaj se e ka të ndame. edhe pse ky po fryhet që shkon nëpër koncerte, kështu është normal, kështu si krejt të Jo. rit. A është bashkë ashtu? Po, ashtu është. Po, e ka një zhanrë tjerë, kështu në s'muj mu pajtu ma të zhanrë të muzikës që në kjo, se është jashtë çdo standardi kështu për veshin, po bile që tash më ra me uthu me to dhe në Shqipëni e po ta problem gjys rrugës tash ape nalim zë s'po moj. Po ndryshe mirë, donon ajo pe shkollës kena punu bashkë në Kaktus, kena punu bashkë në firma tjera edhe sot e kësaj dite vazhdojmë edhe me shoqëni, po edhe me punë me bashkëpunu. Faleminderit. Bashkë këtu e kemi edhe Ramis Shalën, njerin që mendoj që ka qenë kontribusi i parë, edhe ma i devotshëm, sepse është baba i Miljotit. Atë që kisha dashur më ju pyet është thjesht kur e keni pa që ka djali ju i talent në çet fush për herë të parë tu ka do qetë që kjo pishkoj ka, edhe a ki qeni bringosur që atëherë kur merkenisha dhe a thoshe që ky djallë s'di që ka me dalë në rrugë të mirë, a ki qena eri bringosur për te? Po njësna me hallakate.com. E në atë kohë. Ka halakat. Edhe halam hallakat. Halat halakat. E kështu që mirë, po i kam nervat zakonisht, këtë thonë të kalit të na, mirë po unë i kisha telefonit, kështu që të unë i kam pas gjithmonë. Kallëzëm qysh je ni kur të kanë thirë mbledhjet prindve, e ti kanë kallëzu nishat, e qysh ni është sot, kur e thirin për sene tjera. Gjithë dishka, mbledhjet prindve nuk jum shku, Apo? e kom qugrun, A thu pse? veç për E një tash arsye se ki që grun tash, a? Jo, Më përsa... të mirë. Se ka thirë nana. Edhe që ajo është kontribusa ma madhe që ka mbrite kë. Unë e kom thirë nanën, edhe nanën. Ato se di. Mirë, kur merr ke nisha, a menojshë që s'ka shpresë për kësaj pune, apo nuk je mërzit fort? Jo, s'jam mërzit, se po thonë masi vetë një farë inxhinieri, kom pas qef me lëshu edhe si fëmijë edhe përgjësi dhe të gjithë fëmijët që i kom dhe 2 mastina e kanë lirinë e vetë. Nuk jam prej aty në plejade të prindëve që ky është i jemi apo ky ka më mkëqyr. Jo, të gjitha kanë jetën e vetë dhe vazhdojnë. Nëse mu unë e mi ndimu, mi shty, pse jo? Mirë, veç kur ka vendosë mos me shku në shkollë hitë, qështu ka do kësat herë? Jo, më ka tregu, baba po dush klasor, a e sigurt po. Alikot. Mirë po qka në frigu gjatë shkollës mesme, po flasë për studime, ka qenë një brengë jamja tjetër, u frigojsha se kjo shkoj me laptop. E bashkë në kohë e preferume, plus i ka pas flokët e gjata, kështu që atu bregosha me s'po e nguz dikush e tani duhet baba E brenga tjetër gjatë studimeve? Gjatë studimeve, masi unë s'kam qenë në Kosovë, jam duhet për shkak studime tina me shku dikun largë me punu, për qatë kohë. Për me finansu studime, po? Normal. Edhe qysh ki vendos me bo qatë sakrificë, se po du me thonë që një kapacitet i tillë pa marrë parasysh që ka thamë deri tash nuk bëhet shumë prind që ka duhet me një prej kësaj punën që nuk bëhet pa investu. Apo? Po. Thjesht, çka është sakrifica juaj që e keni bo? Po unë kam qenë 4 vjetë në Irak, edhe ato kam shku gjatë 3 muaj ditë para se këmi fillu studimet. Që me i bo paret me finansu studimet e ti. Edhe që ka qenë problem për shkak shoqës e
Viti 2004 në Irak më shku ka qenë veç... E ke rreziku jetën? Jo, tash, mund me thonë që... Paj, Iraku s'është bash vend që shkon si në Havaje? Jo, vallaj. Po, televizioni ka që e pak me qitë historit. Mirë, Ma megjithatë- dhe mirë, po kryesore, kur jam nis... Qa keni punu atje? Kom punu sikur sot që e Inxhinier. bërë. Jo, atje nuk kemi pas inxhinier jo kon amerikan, mirë po naj kemi qenë teknik mbyllbarqes, radio lidhjet, internetin, televizionet, kablore në përkampe policisë amerikane, kështu që edhe të ushtrisë amerikane, kështu që nuk o konë diçka jashtë fushës që kom ushtru. Megjithatë nuk është shumë e zakonshme, shikus dhe rumë që ka bën prindi për fëmin, dhe në Irak ashtu, për mja finansu studimet. E tash për ja hapim, faleminderit shumë, për ja hapim debatin të gjithë pranishmëve këtu, edhe para se me bu atë, po du me kallëzu edhe një pjesë tjetër të punës së Milotit që nuk është krejt teknologji e nalt, po që Miloti ka punu edhe në bomjen e lojnave. Bile muj me thonë që nuk është bash i pa interesum edhe për politik. Ta shohim reportazhin që kallëzon çka bën Miloti në kohë të lirë. Karakteri është kryeministri jonë, që është paraqit në Simpsons, në satirën që është bërë për gjendjen e politikës në Kosovë. Ta që po vinë, jënë qytetarë të thjeshtë, që shumë paraqit në Simpsons, si kaldrëma, dhe këto vinë tonë kohën, dhe me kjo është të hecë. Ideja e këti është du të me këcy mi kalu këta kaldrëma, që 3 herë kur të roken në kohëm, rëdzohet. Hala është loja në zhvillim, nuk ka hala animacione që është të hecë, po si do qofë që ka qenë ideja, dhe më thonë, fillimisht. Sa të kalon stazat ma shumë, që shihet këto varë grafikat që i kanë nërzu kamionat në atë kohë. Kjo është zhvillu, dhe më thonë, bashkë në qatë kohën, kur delë që mirëzu kamionat vetë vendosje. Këse e këmë bo masani si komike që me mujtë njerëzit që të aktualitet në një farë forme me lujt në smartphone. I njëjti rast është edhe loja që po e shohim këtu për që e simbolizon Bajram Regjepin në një farë forme si Robocop, që është paraqit në Simpsons. Hala nuk është në zhvillim, po ka me pas, që më thonë, armiqt ndryshëm, të fillu prej domateve, në gjana që ka me mujtë me revolën e ti me i dra. Në dhe në qëtojnë paka shumë, kom pas qef me disa karaktere shumë interesant që ma mërmendja që gjithë i kanë shti me qeshtë, se nuk është vetëm politika në Kosovë, po dhe jashtë zakonisht i marrin qështu karakterat, unë e kom pas qef me i pru këta njetë, që njerëzit me mujtë, me thonë shqep me interaktu me këta karaktera, me mujtë me lujtë me ta. Ishin këto lojna që i ka programu Milotin kohë të lirë me karaktere që vinë nga jeta jonë politike. Tash, po shkojmë të pyetjet që vinë nga audienca e cila vjen prej qendrës së resurseve të Universitetit Prishtinës kryesisht. Urdhna shpresa. Faleminderit jeta, unë studioj në Fakultetin Ekonomik, Marketing. E kom ndjek me shumë vëmendje historian, edhe më pëlqej shumë. Ndishta me bu një pyetje, më interesoj me ditë prej numrit 1 deri në numrin 10, në çfarë niveli jemi na shqiptarët, sidomos shqiptarët e Kosovës, sa i përket zhvillimit të teknologjisë në Evropë. Edhe pyetja tjetër, nuk po pyes sa i keni rrogën, po pyes sa pagun aftësitë e tilla. Kaq ishte. Pyetje shumë mira. Sa për pyetjen e parë, lirish më me thonë që prej iniciativës, sidomos në Kosovë që jemi goxha 8-9, po flasë të i marë parasysh edhe që në majtë edhe në gjarjet si Startup Weekend Prishtina edhe App Campi, goxha është jemi nivel botnor. Veç që kuptohet që duhet shumë a shumë punë me bo, edhe me zgjënu këtë komunitetin tonë. Sa i përket pyetje... Pagesës, sa paguhet puna një shkatësi e tillë jotja? Tash më varet qarë modeli, tash po i tregoj disa mënyra që mundet mu monetizu një punë e tillë. Ka për shembull se sot është tregu i lirjet, apo kupton, është mundesh të me ndërtu një aplikacion me e qit në një
treg për shembull në Apple App Store, edhe mund është për shembull me atë çmimin $1, që i bjen 75 cent. Po tash llogaritë nëse aplikacioni është i mirë, nëse pezon për shembull i ki 100.000 download ose 100 milion mundun me arrit, edhe në shkarkimet atij aplikacionit ka 75 cent që t'ja lapsin në fund. Kjo është njëna mënyrë. Mënyra tjetër për shembull mundet me qenë me ble për mba. A ka naj shqiptar që ka bu aplikacione? Po ka shumë. Edhe i kanë në përqësim tregje markete? Po, ka. Edhe, a mund është me më kallëzu për afërsisht e një qëtë botën, e qëtë industri, sa po fitojnë këta shqiptarë? Që me ditë, studentat thjesht po do me pytë nëse arrin me marru aplikacione, sa i shpaguhet? Zakonisht... A rrog? Po, është rrog, po zakonisht këtu shumë mahën sekrete pi kompanive dhe pi individave nuk i qesin, edhe shkarkime, dhe nësë është aplikacioni free, nuk i qesin shkarkimet, nuk e di për çfarë arsye. Megjithatë, a keni përafërsisht ndaj shifër? Po shifra është mundet me shku prej 500 euro në muaj deri edhe në 5.000 euro në muaj. Domethënë shkon në rang është, se po them, është 3 lirë dhe shumat shkojnë shumë të nalta, dhe mundën me shku. Krejt këto prap jetu fol mundsh me bë prej shtëpisë edhe veç me një kompjuter. Me një kompjuter, sa nxjerr më shumë. Po. A duhet diçka kompjuterin me pas super? 200 euro e blenë si kor 2 duo dhe qesh. Me kompjuter 200 euro? Po. Mund është me i fitu 500 dhe 5.000 euro? Nëse mëson dhe nëse aplikacioni është i mirë, kuptohet. Faleminderit shumë, në radhë është shkelzeni, urna. Faleminderit Jeta, unë jam absolvent në fakultetin ekonomik, kam një pyetje për Milot Shalën, cilat kanë qenë momentet më të vështira gjatë karrierës, edhe kur ke thonë ti që s'moj me vazhdu më? Nuk kisha mujt me thonë që jam dorëzu, se t'isha dorëzu nuk kisha mrip në shumë sene njët, po momentet më të vështira kanë qenë se ky profesion nuk është edhe profesioni më i lehtë që është paraqitet, pi shtëpisë me çaj, me kafe. Ka shumë efekte anësore tjera, për shembull të fillu prej syve që të prishën syt, nëse mund prishën edhe vesh, se ngoj muzikë të ndëgju vazhdimisht. Fillon shpina është ekstrem, fillon pesha, domethënë se kur të rinë, se ky profesion lyp ton kohën me nejt aty. Bile bashkë po japi një rast për javës, për 2 javë, para 2 javë, 3 ditë kom nejt të punu pa flajt hiç. Domethënë s'kom flajt gati 3 ditë. Dillën shumë qunë mëngjes, tek në 6 mëngjes të martën. Ju mëra me flajt të punu, se kur vjen puna te deadline-i, tekse edhe mas nuk dush me punu. Mandej është ai nati, vjen i nati me elon që aty. Ton kohën është që kjo sfidë. Është profesion që dush mu pajt, momentin që hynë në këtë profesion, dush mu pajtu edhe me punu pa flajt, për shembull. Është njona, domethënë, është një marrëveshje ti që e bën me profesionin, që ti thu, une ko me punu ton kohën me ty. Edhe s'ka, nuk ka rar, është sikur puna e gazetarisë mu i me thonë që ton kohën dush me kohën i gatshëm. Edhe kitë këto i kanë ato... A i ki mësu grunë që me punu ajo një gjysore ti me flajt pak edhe me indoq shtu? Problem është, nuk mund është bashkë me sinkronizu që ashtu. Do është ti më konë ton kohën aty. Sikur ti që je gazetar dhe do është ti më konë aty. Po shkojmë te Liridoni? Mirë mrama, unë jam Liridon Shehu, studioj në Fakultetin Ekonomik. Fillimisht desha të përshëndes mysafirin dhe desha të jashtroj një pyetje. Kam lexuar për ju që keni qenë ambasador, domethënë Q ambasador, dëshiroj të di si keni mundur të arrini ato dhe më konkretisht me çfarë hapa. Po. Puna sikur shumica e kompanive i kanë këta personat të rëndësishëm, domethënë sikur Microsoft, po ashtu edhe Nokia, e ka që pjesën e Qt Ambassador. Kjo ka qenë një program ku ti nëse ke ndërtu një aplikacion që ju ka pëlqy atyne, ata të kanë nominu edhe të kanë zgjedhë si... E me sa veta në botë je shty për mu bom ambasador? Sa ambasadora në fund keni qenë? Në fillimisht kemi qenë viz 10, se ka qenë ai faza e para, e beta e parë. Mes 10 jeni zgjedhë me save në botë? Kur kanë apliku, kanë qenë mos thëmë, po dikon një 1.000 veta ndokët që kanë apliku në qatë kohë, me aplikacionet ndryshme. Për krejt botës? Për krejt botës. E pse të kanë zgjedhë ty? Se aplikacioni ju ka pëlqy mas shumë të. Cili aplikacion? Çka ki bo? Ka qenë një aplikacion ku pi telefonit është kontrollu një farë sistemin televizor. Normal, televizor është lidh me kompjuter, edhe tash e ke komandu ki hin YouTube pi televizorit,
do më thonë, ka qenë që po një veti mas shumë të që i ka pëlqy se ki mujtë edhe filma me këshyr direkt, normal. E ka qenë si digitron i thjesht po në telefon. Po tash unë e kom pas një problematik bash aty, që kër në konë se mas rahatit të këshyr film, ka thirr dikush telefon, mole mu qu me nal, mja nal ati telefonit, me dal të aplikacioni për me mujtë me bo pauz filmin. Kom thonë tash telefonat, smartfonat kanë shumë senzora mrena. Njona për senzorave është ky senzori afrimit, që kur të qëtë tim vesh, ky ta blokon që mos me mujtë me prek me fytyr. Tash unë e kom shfrytzu qatë senzor për kur të përgjigjna në telefon me ma bo pauz filmin automatikisht. Edhe që kjo veti, që kjo ide, ju ka do ka ty në gojë interesant, që unë si kur më ka bo telefonevi që ju më përgjigj, edhe unë nalë filmi, kom vazhdu bisete, ma ndikura kom hek, ka vazhdu filmi. Më thonë, ase edhe që kjo ju ka pëlqy aty, edhe njonin për shumë njerëzve, ma kanë dhonë qatë titull si ambasador për që ata dhe kanë qitë në faqë aty aplikacionin, në më thonë si showcase, plus ma kanë qitë një storje për pjesën e certifikimit, se ka qenë edhe, u dasht me qenë edhe certifikum në atë kohë për me qenë, me kualifiku. Pyetja është me prej Kreshnikut. Përshëndetje, jem Kreshnik Osmanaj, deshta me pyet Milotin nëse din diçka ose ka një uri për shkencat kompjuterike në Universitetin e Prishtinës. Në çfarë niveli gjinte nëse krahasohen me universitetet tjera të Evropës? Edhe kjo është pyetje shumë e mirë, veç u përgjegj për kohën që ki dash ti me studiu 2005, pse ki vendos për Shtull e jo për Prishtinë. E tash shumë po më intereson, a din sot kur s'duhet për veti, po a e din sot ku është UP-ja? Kështu nuk e di sakt, po të paktën për studentave që i kom pas të Universitetit Prishtinës, nuk kanë qenë edhe bashkë në nivel duhon shkaku se ankesa më e madhe kanë qenë që do më thonë është me studiu shkenca kompjuterike është sigur me studiu matematikën, do më thonë se ka shumë landë matematikë. Fakt është matematika është shumë e domosdoshme dhe na kemi pas edhe në Universitetet e Evropës së Lindore shumë matematika, po jo edhe qatë shumë sa që më uzbe taman shkencat kompjuterike. Apo me ditë pse s'është dikush si ti të ligjeru në UP? Ndoshta kualifikimet akademike, nuk e di sakt. Çka ke pati në Tetov, që so shumë larg neve, so shumë larg Prishtinës, që s'jetu e pa thjesht në UP. Çfarë ligjërata ke pas në Tetov që kishe me rekomandu me pas për një student me bo këtë punën tënde në UP? Ligjëratat tash sakt, pra po kthena nuk e di sakt që kanë tash programin sot bash, por pak po gjykoj mbas që kom papi studentave. Në Tetov, në këtë universitet e kom pa programin që është kogja programi për afërt me universitetet tjera evropiane. Do më thonë programi i shkencave kompjuterike, ku unë kur kom hi edhe në intervist Nokjes, mi kam pyet sendet që jom përmend gjatë ligjëratave në universitet, po për ma shumë kom mësu edhe vetë. Do më thonë, po që ata e kom pa ma shumë, do më plan programi më ka pëlqy në atë aspekt që ka pas më dhënë arkitekturë kompjuterike. E qka po i mungon, nëse jetu e pa veç pasojat e Universitetit Prishtinës, po jetu e di qka saksisht po bojnë ata, a mundosh më bo pak ma i hapër më neve na kallëzu, qka po i mungon një studenti të UP-s që vjen prej shkencave kompjuterike, çfarë aftësie nuk po e ka e që ti kishe prit që me e pas? Thjesht aftësitë programimit ma shumë. Domethënë unë kisha sugjeru me pas shumë ma shumë landë programimit, po jo programimit për shembull gjuhëve programuese të nivelit shumë të lartë. Unë kisha pas qejf me pas edhe programimit nivel shumë të ulët. Se ndahen këto dy botna. Me pas shumë nivelit programim që ati nivelit të ulët, që me ditë paktën unë e kom pas që i kanë disa landë, po kur kom marrë për shembull në intervistë kom marrë njerëz supës, që ato gjanat bazike as nuk i kanë ditë. Edhe në që e ka qenë pak kogja brengë e madhe. Gjanat bazike nuk i kanë ditë. Gjanat bazike, për shembull, po flas kur kom pyet në një gjuhë programuese C, për shembull për pointera, referenca që janë sene bazike për çat gjuhë programuese, edhe që duhet mi ditë secili, ata thjesht janë sill edhe nuk i kanë ditë saktë. Florenti është pyetja ashme vjen nga Florenti. Shëndetje, unë jam Florent Tahira, e Fakulteti Juridik. Po më intereson me pyet me Lotin që shka duhet me bo Kosova për me kriju një industri të këtill të njerëzve si që një. Do me thonë ma shumë çka duhet me bo shteti, që shtu pe kuptoj. Shteti, unë
kisha thonë haptas që duhet shumë pjesën akademike edhe sidomos Ministria e Arsimit me forcu shumë ma shumë. Ka edhe sende tjera, për shembull, që edhe është shoqata IT si po merret tash me këtë punë, është që duhet me liru edhe shumë pajisjet e IT-s, se shumica njerëzve profesional tash që merren me këtë fushë, shkojnë furnizohen në Shkup, Shqipni apo edhe Greqi. Hajde pse sa kushton një kompjuter në Shkup e sa në Prishtinë? Po, të japin një rast unë që kom bler një kompjuter para 2 viteve në Shkup e kom marrë 540 euro mdokët. Tash, sot, të njëjtin kompjuter me të njëjtat performanca, me ngjyrë të njëjtë, në Albi e kom pa 700 euro. Që është kompjuter para 2 viteve që unë kom bler me aq çmim në Shkup. E kjo është për shkak taksave që ka. Kjo është për shkak taksave për IT-se në Maqedoni nuk kanë taksa për pajisje kompjuterike këtu. Në mënyrë që me inkuraju trit, po mi shtit trit, edhe sot Maqedonia qëndron shumë më mirë se na në këtë aspekt. Do të them se ata kanë qasje shumë atlet. Do të thonë është puna që një tablet thjesht duhet secili fëmijë me pas mundësi që ajo masani ata fëmijët me shumë më shti me pas qasje prindë me shumë më ble atina me 100 euro për shembull. Edhe ai që aty i linda interesi më i madh. Mirë, po pares ta që me 200 euro mundosh edhe me ble kompjuter edhe ti me 200 euro e blen një desktop të madh, me një asun po flas për laptopa, për tableta, për sa që te na shihen si luks, a realisht nuk janë luks. Se te na laptopi hala është luks. Se kushton më shumë se ti. Kushton më shumë se një kompjuter tjetër. Pyetja ashme nga Sakipi, Urna. Përshëndetje, jam Sakip Shala, jam student në Universitetin e Prizrenit Deka Ekonomi. Pyetja A ki diçka me lutin Shala jo? Jo. Okej. Shkushoj. Cila është pyetja? Pyetja që ndesh ata më cilat janë gabimet të cilat i kanë bërë gjatë karrierës tënde, tash me përvojën që nuk ishe mi bëma. Po. Sa një parë që kisha bërë, kisha mujtë më këthy mrapa, është kisha mësu ma shumë matematik. Në të faktën edhe bile dhe kisha pagu kurse ma shumë. Se shpesh herë... pi bjen pishmon që ki mon ishat, a? Ta është paske orë të pishmoni, Qep se duhet me shku në shkollë. Mas një vakti i bjen pishmonit pëse s'ki shku në shkollë. I bjen pishmonit, definitivisht, se për gjana, për shembull, se sidomos programim të lojnave, po duhet me hi prap, aden shumë do koncepte, po e mira krejt kësajnë është që online i ki kitë këto mundësi, dhe më thonë me mësu, prap nuk u mungon, po definitivisht kësha pas qef shumë ma shumë me bo qatë pjesë, që e ka qenë njona pjesë. Falimderit edhe pyetja e fundit deri tash që e kom është prej Taulantit. Urna Taulant. Përshëndetje, Taulanti Ramabaja, absolvent i Universitetit Amerikan Kukimin. Unë gjithmonë e shoh me 14, 15, 16 vjeçar që tash po më drejtohen, me pyesin Taulant, a është më mirë të filloj unë me fakultet, mas që ta përfundoj gjimnazin, apo të hy kurseve online, pasi që tashmë ka universitete online, ka kurse shumë të sofistikuara online të cilat janë edhe pa pare. Edhe do thot në Kosovë kjo është ende dilemë, pasi që certifikatat e diplomat ende shumë pesh po çojnë, nuk është sikur në Amerikë ku shkon 14-15 vjeçari në Google me punu. Çka i kishe thonë ti këtyre të rinj? Unë kisha inkuraju këtë trit që edukimi formal mbetet edukim formal. Pa marrë parasysh edhe që në Amerikë është diçka tjetër, nëse atje kanë edhe ligje tjera, këto gjana tjera, po gjithmonë edukimi, pra po them, fakulteti është ta tregon rrugën ka me shku. Do të thonë është shumë e rëndësishme si pjesë e jetës, siç aty edhe e merr atë etikën e punës, aty i merr shumë do gjana tjera përveç një diplomas. Jetu thonë edhe fakultet edhe kurse le ti krejnë. Po, edhe fakultet edhe kurse s'ka. Çashtu ja ki boti? Çashtu ja kam bënë. Bile jo veç unë mësimin më të madh e kam bën masë që e kam kryer fakultetin. Bile edhe dekani Qysh, tu i ndigju këtë ligjërata online? Po, online. E ki iTunes University, po edhe në YouTube mund është me hi në përkit ato kanalet e universiteteve. Ti, pares më thënë në YouTube, qysh duhet me lyp diçka? Thjesht, qysh është kjo universiteti online që është pa pare për me lyp diçka? Hin Harvardi e ka, lype Harvard në Google, ta qëtë në YouTube, ta qëtë kanalin e Harvardit, Berkeleyt, MIT's, ligjëratat e profesorave. E profesora është kamera në klas, po, kamera është në klas, shihen studentat, shihet tabela sa dihet e profesorit, që aty i ki krejt prej ligjëratës të parë deri në të fundit. I ki krejt bashkë me qëta studenta, jepa i detyrat shtëpis besa aty. Mund është mi marë si PDF, a mi boti vetë për qefi që ki qef. Unë që aty shumë sene i kom su, më thonë, kom përcjell ligjërata, për shembull,
programim për iPhone, kom mësu prej ligjeratave të Stanfordit. Ka qenë një punëtor i Apple që ka jep ligjerata në Stanford që me programu programe për iPhone. Edhe ka qenë ligjerata pi nishe që është në universitet, taman deri në fond, kur unë e kom kry komplet qatë kurs, fakt është nuk kom marrë kur farë diplomes, dhe që kom gu bilaj se ka ditas që e kom këshyr, po kitë universitetet tjera e bojnë këtë punë. Tash u paraqitet dikush për një pyetje të fundit, është Berati. Ta ndigjojmë edhe Beratin urna. Përshëndetje, unë jam Berat Berisha nga Fakulteti Veterinarisë. Ndesha më pyeten ju këto përmend domethënë prekazi, reçaki, sa mundi me kontribu ju me profesionin ju, domethënë në prezentimin e Kosovës, në imazhin e Kosovës. Po, pyetja ke shumë e mirë. Puna që është mundet më prezentu ka qenë edhe ajo që është thamë edhe në pjesën e AppCampit, ku na kemi ndërtu ka pas edhe aplikacione që ndërtu pikrisht për komplet historinë e luftës, kanë incizuar edhe storjet e luftës. Faktikisht muzeat e vendeve si Anglia sot po e përdorin teknologjinë tonë dhe kallzona qysh po e përdorin me kallzu historinë e popullit vet, që edhe na mujmë bëj. Qysh edhe përmend edhe më herët mundën më ndërtu aplikacione ose edhe website apo edhe aplikacione sidomos, për shembull kur të mrin bashkë një pikë me pas një shaj që skenon me kamerë edhe që shaja mandej tregon histori, domethënë kjo mundet me qenë shumë edhe më inkuraju njerëzit për me vizitu Kosovën, që ka qenë edhe qëllimi i AppCampit edhe njerëzit që po zhvillojnë aplikacione për Kosovë. Kështu që mënyra vetme që është shmujt Kosova sa më mirë, tamam historia për brenda storjet, mu të regu është mu ndërtu sa ma shumë aplikacione që veç e të regojnë qatë storje, e të regojnë kulturën tonë, i të regojnë na që shjetojmë, na që shveshëmi, edhe pjesë të historisë për shambull që shveshën, për shambull veshjet kombëtare, ka pas edhe aplikacionet të atila, që kjo është mënyra vetme që kështë mujtë na me bo, tamam mi të regu botës qysh, se e shep për shambull lyp Kosovo dhe i qatë njona për qatë një aplikacione edhe njerëzit instalojnë se edhe e mirë është e kësajna që mirë kishte me qenë, ato me qenë papare. Më thonë që, sidomos kjo pjesë e prezentimit Kosovës mu jep faljas, po nëse do në i funksionalitet ekstra me qenë, mund është me bëhat, qatë pjesë me monetizu, më thonë, ja qitë €1 me downloadu për shambull diçka ekstra. Ku të dhjën? Faleminderit shumë. Kjo ishte që ka kishim me folë me Milot Shalën, i cili për mu është shembull që i thënë gjitha ato paragjykimet që mendojmë se në Kosovë duhet me gjetë punë me të njofshëm, duhesh me pas shumë pare për me bo një punë të tillë, duhesh me pas master të jashtëm, duhesh me fitu bursë pres jashtëmi, po njeri po mujka në Kosovë me aftësi të fitume edhe prej universiteteve këtu në rajon, edhe prej mësimit vetanak që e bënë në shpe, me përfundu të marru për një firmë me aq renomet madhe si Nokia. Kjo është një shembull i gjithë atyne që mendojnë që në Kosovë nuk është e mundur me u arrit punë të patnjofshëm. Një duar trokitje për një sinjeri. Me shpresë që po ju lome një inspirim për atë se si mundet papunësia edhe të rritë me i gjetë punë vetit në të ardhmen, po e lom kaq këtë epizod të serive speciale me njerëz të cilët kanë arrit me qenë shembull për shoqërinë tonë dhe po ju lus që të më shkruani në info@jetanekosov.com për shembuj tjerë që ju i dini që ka mundësi shumë e madhe që nuk kanë dalë në televizor, nuk i njohim e që po arrin të jenë shembull në shoqëritë e tyre me punën edhe suksesin që po arrin. Ju lutem më shkruani në info@jetanekosov.com për çësi njerëz sepse do të vazhdojmë të interesohemi dhe dedikojmë një emision të tërë. Deri tajtën e ardhshme, natën e mirë.